Kryeministri Rama po prezanton në podcastin e tij prej orës 9 të mëngjesit kandidatët për deputet të Partisë Socialiste. Ai tha se shqiptarët duhet japin mandatin e 4 në mënyrë që të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se në listat për deputet ka futur kandidat për SPAK dhe patronazhisë, ndërsa tha se lista e opozitës ka kandidat të shkëlqyer. Opozita proteston sot në orën 19 përpara kryeministrisë kundër vendimit të qeverisë për mbylljen e TikTok për 1 vit, pasi e konsideron si censur të fjalës së lirë. Policia ka angazhuar afro 1000 forca për të garantuar rendin dhe sigurinë. Zbartet projekti i Bashkisë së Tiranës që u jep prioritet këmbësorëve në zonën e ish-bllokut. Punimet do të nisin në maj dhe do të përfundojnë në tetor, ndërsa projekti do të kushtojë 300 milion lekë. Donald Trump Jr., djali i presidentit amerikan, në një intervistë për podcastin e tij me presidentin serb, deklaron se NATO e bombardoi Serbinë vetëm për të hequr vëmendjen nga skandali i presidentit Clinton me Monica Lewinsky. 10 mijëra qytetarë nga gjithë Serbia kanë dalë në rrugët e Beogradit duke shënuar një prej protestave më të mëdha kundër presidentit Aleksandar Vučić. Ata planifikojnë krijimin e një bllokade në gjithë kryeqytetin. Federata Shqiptare e Futbollit bëri publike listën e futbollistëve që trajneri Silvinho do të grumbullojë për kualifikueset e botrorit. Bie në sy thirrja për herë të parë e Brutit dhe Shehut, ndërsa nuk do të mungojë as Broja. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 15:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar këtë të shtunë një podcast maraton me kandidatët për deputet që garojnë për herë të parë me Partinë Socialiste për 11 majin. Rama kërkoi votën e shqiptarëve me qëllimin sipas tij për të antarësuar vendin në Bashkimin Evropian brenda dekadës. Për të dhënë shqiptarëve pasaportën e Bashkimit Evropian, Edi Rama thotë se në 11 maj duhet një vot edhe më e fortë se ajo zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021. Këtë mesazh e risolli teksa prezantoi njëri pas tjetrit në podcastin e tij kandidatët e Partisë Socialiste që garojnë në listën e sigurt. Për t'ju dhënë pasaportën e BE-s, na duhet jo thjesht një mandat i 4, më i fortë se të 3 mandatet e deri sot. Prandaj kush e do pasaportën e BE-s ka vetëm një mundësi dhe vetëm një rrugë të bashkohet dhe me votën e bashkuar të na jap këtë mundësi që të pajisim çdo shqiptar dhe çdo shqiptare me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Integrimi dhe ironia me ekipin kundërshtar janë edhe 2 kartat e fushatës së tij elektorale. Ndaj edhe në këtë dalje nuk harroi zakonin e vjetër. Mjafton një emër aty për me thonë të tana, Gjoni, a e kupton dhe shi. A mund të përfaqësohet burrnia edhe kultura dhe tradita dhe gjithë kjo dashti të shtrydhet edhe në fund të nxjerrë Gjoni. Domethënë këtë dhuratë Lezhës mund t'ja bëj vetëm Kaneta dhe nuk ja bën dot kusht tjetër. Një personazh, një jashtënxjerrje e reformës në drejtësi, një simbol i korrupsionit në drejtësi i njohur botërisht. 7 prej kandidatëve të Partisë Socialiste në listën e sigurt dolën nga 35 emrat e përzgjedhur në platformën Deputeti që duam dhe Akademia Politike. Praktik që Edi Rama thotë se do ta implementojë edhe në zgjedhjet për pushtetin vendor. Mendoj që duhet ta përdorim edhe për nivelin vendor, për kryetarët e bashkive, për këshilltarët. Është një urë e demokracisë direkte. Dhe siç ndodh në çdo episod me të ftuarit e tij, edhe kësaj radhe nuk munguan batutat. Ne jemi jo, tha se jemi komunist. Të rinj janë jo, tha se janë progresist. Të tjerët janë as jo, tha se janë revizionist.
Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thot se listat e socialistëve janë të mbushura me kandidat për SPAK dhe patronazhist. Në një komunikim me ndjekësit online, Berisha tha se në listat e Partisë Demokratike ka njerëz të shkëlqyer për qeverisjen e ardhshme. Se me këto lidhje të mërshme të qeverisë me krimin për Shqipërinë me Edi Ramën, antarësimin Bashkimin Evropian do të jetë një horizont që largohet me shpejtësi. Këtë proces do e kompletoj Partia Demokratike në kohën më të parë të mundshme. Sot të rinjt kanë një protestë të madhe dhe kjo është protesta më e rëndësishme e jetës tyre për lirinë e fjalës. Ndaj dhe unë i përgëzoj ata dhe i garantoj se me datën 12 maj TikToku do të lëshohet menjëherë. U ftoj kompanitë e internetit dhe kompanitë e telefonisë celulare të mos bëhen bashkautore në këtë megacensur që barazon Shqipërinë me Afganistanin dhe Teheranin. Ndaj dhe të bëjnë çdo përpjekje që ato vegla që ka blerë Edi Rama për të bllokuar TikTokun të mos funksionojnë. Ndërkaq Partia Demokratike ka thirrur sot një protest kombëtare në Tiranë kundër mbylljes së aplikacionit TikTok. Në selinë e Partisë Demokratike ndodhet në këtë moment gazetari Enkel Xhangoli për të na dhënë më tepër detaje. Enkel, si është konceptuar kjo protest dhe kush pritet të flasë gjatë saj? Donë se është një protest kombëtare ku janë thirrë të gjithë qytetarët kryesisht të rinj nga e gjithë vendi. Në fakt kjo protest nuk do të ketë një podium të madh siç ne kemi mësuar në protestat e shkuara, por do të ketë një podium disi më të vogël, pra një platformë më të vogël ku do të kenë fjalën e tyre kryesisht të rinj. I pranishëm do të jetë dhe zoti Sali Berisha, i cili të paktën deri më tani ka shprehur se nuk do të ketë fjalën e tij, por ne do të presim nëse zoti Berisha do të mbajë fjalën para protestuesve. Në fakt, po ashtu ne do të presim gjithashtu nëse protestuesi do të mblidhen rreth një orë më parë, pra rreth orës 18 në Selim Blu, dhe më pas të nisi dhe marshimi tradicional nga Selia Blu drejt kryeministrisë, kur do të zhvillohet protesta në orën 19:00 dhe të zgjasë deri në orën 21. Paktën për 2 orë është njoftuar edhe policia e shtetit nga Partia Demokratike. Por, siç e theksova, në fakt strategjia këtë herë nuk do të jetë pra me fjalime politikanësh, por me fjalime të rinjve, pasi zoti Berisha thotë se TikTok është një platformë që përdoret kryesisht nga të rinjt dhe ata janë më të prekurit nga vendimi i qeverisë për ta mbyllur për 12 muaj. Madje Partia Demokratike këtë vendim e cilëson si një censurë ndaj fjalës së lirë, si edhe për të mbyllur gojën kritikëve të qeverisë. Në këto momente, siç e shikojmë live, dhe zoti Berisha po del nga Selia Blu, jemi pak orë para protesteve. Zoti Berisha pak minuta më parë përfundoi edhe bashkëbisedimin që pati me qytetarët e tij online. Ndërkohë zoti Berisha po ashtu takon edhe simpatizantët të cilët vinë në Selim Blu për të patur qoftë një foto apo për të përshëndetur zotin Berisha, po ashtu i shoqëruar dhe nga zoti Flamur Noka, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Duhet thënë që zoti Noka dhe zoti Berisha sot ka qëndruar gjatë gjithë kohës në Selim Blu, ku zhvillojnë takime të ndryshme, qoftë me deputet, por edhe me strukturat të tjera të Partisë Demokratike. Mirë, atëherë Enkel, të falenderoj për të gjitha këto detaje, ndërkaq policia e shtetit ka ndërmarrë një sër masash për mbarvajtjen e protestës që zhvillohet mbrëmjen e sotme. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit ndodhet gazetari Merin Maçi, me cilin do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë. Atëherë Merin, çfarë masash ka marrë policia për këtë protestë? Protesta e lërmëruar nga ana e Partisë Demokratike për të zhvilluar ditën e sotme për rreth 120 minuta ose 2 orë, nga ora 7:19 ndjes deri në orën 21, ka angazhuar maksimalisht policinë e shtetit, e cila në terren do të ketë 1000 efektiv. Bëhet fjalë për forcat e rendit, ato të ndërhyrjes së shpejtë, por dhe agjentë civil, të cilët do të jenë në terren për të fiksuar çdo tendencë për të prodhuar incidente në tubime. Se është e njëjti plan masa, ashtu siç më herët edhe më parë ka marrë policia e shtetit, ndërkohë që prej orës 14 ishte njoftuar bllokimi i rrugës, duke nisur që nga kryqëzimi i Ministrisë së Brendshme përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit, vend ku unë po raportoj, por të paktën deri më tani nuk ka ndodhur një bllokim i aksit rrugor, për sa kohë që ende nuk kanë filluar të grumbullohen protestuesit e parë, duke qenë se duhet
duhen edhe disa orë për të mbërritur në orarin zyrtar të njoftuar nga ana e policisë së shtetit. Gjithashtu do të jenë të bllokuara edhe bulevardi Jeanne d'Arc, rruga Papa Gjon Pali II, bulevardi rruga Ukraina e Lirë, si dhe rruga Ismail Qemali, ose thënë ndryshe të gjitha dekëzimet që të lidhin me bulevardin dëshmorët e Kombit, aty ku do të mbahet edhe protesta e thirrur ditën e sotme nga Partia Demokratike. Sipas burimeve pranë policisë, ky kufizim do të nisë rreth orës 17, 2 orë përpara nisjes zyrtare të tubimit të thirrur, dhe mbetet për të parë se çfarë do të ofrojë protesta e ditës sotme, ku të paktën nga informacionet që un kam, policia nuk ka administruar asnjë tendencë apo asnjë informacion lidhur me një precipitim të situatës që mund të çonte në përplasje mes protestuesve dhe uniformave blu, pra parashikohet të jetë një tubim të i qetë. Të falenderoj Merin për të gjitha këto informacione. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish sot për hapjen një ditë më parë të tunelit të Murrizit, pjesë e rrugës së Arbrit që lidh Tiranën me Dibrën, duke ndarë në rrjetet sociale pamje të ceremonisë. Rama shkruan se dorëzimit të tunelit Kokshkëmb të Murrizit është dëshmi e faktit kokfort se s'ka kala që ne nuk e marrim. Kryeministri uroi veçanërisht Dibranët për atë që e quajti bashkim me Tiranën. Hapja e tunelit të Murrizit shkurton ndjeshëm kohën e udhëtimit mes Tiranës dhe Dibrës. Zbardhet projekti i Bashkisë së Tiranës që u jep prioritet këmbësorëve në zonën e Ish Bllokut. Punimet do të nisin në maj dhe do të përfundojnë në muajin tetor, ndërsa projekti do të kushtoj 300 milion lekë. E cilësuar si zemra e kryeqytetit, zona e Ish Bllokut pritet të transformohet. 3 rrugë nga rrugët kryesore të saj do nënshtrohen rehabilitimit dhe do të kthehen në prioritet për këmbësorët dhe me shpejtësi të kufizuar për automjetet. Është vendosur që në radhë të parë të eliminohen të rrugët paralele me lanën, vend parkimet për rrugën Pjetër Bogdani, për Brigatën 8 dhe më vonë dhe Nikola Tupen. Qëllimi jonë është që të jetë një këmbësor i sigurt. Prandaj ndërhyrjet që po propozohet sjellin në të njëjtën nivel trotuarin me karet gjatën, pra do jenë hapësira të unifikuara ku këmbësori mund të eci lirshëm, kufizimen për sa i përket shpejtësisë të automjetit. Ky është projekti me rrugët që do u nënshtrohen punimeve. Vetëm rruga kryesore ajo Ismail Qemali do të ketë një korsi parkimi për automjete dhe po ashtu edhe për biçikletat. Rruga Ismail Qemali, që është ajo më e madhe dhe më e gjëra, do ketë një korsi për parkimin e automjeteve. Është rruga kryesore e bllokut. Pra mundësinë që të shtojmë nga një anë dhe një korsi biçikletash, e cila do lidhet me gjithë rrjetin e biçikletave në qytet, do trajtohet me materiale të kuqerremta. Kostoja e projektit që pritet të nisë në maj dhe të përfundojë në tetor arrin në 300 milion lekë. Në të gjitha qytetet europiane ka ndërhyrje të tilla. Konsulenti jon kryesor është Maria Vasilaku, është ish nënkryetaria e Bashkisë së Vjenës. Kostoja është rreth 300 milion lekë të reja. Nënkryetaria e Bashkisë Frida Pashako thotë se për shkak të fluksit të automjeteve, parkimet nëntoksore shihen si zgjidhje për uljen e trafikut. Policia e shtetit njoftoi sot arrestimin në Dibër të 2 personave të kërkuar nga drejtësia italiane për një vrasje të kryer në vitin 1999. Ata ishin dënuar me burg për vrasjen e një shqiptari dhe për plagosjen e një tjetri. Këto janë momentet kur 2 kushërinj Tandon dhe Nikosina, përkatësisht 51 dhe 48 vjeç, mbërrin në policinë e Tiranës pas prangosjes nga forcat operacionale në Dibër, vend ku fshieshin prej vitesh. Të arrestuar mes 100 personave më të kërkuar në Itali, 2 kushërinjsina janë dënuar nga gjykata e apetit të Napolit në Itali në vitin 2016 me nga 14 vite e 11 muaj burgim secili. Bëhet fjalë për një ngjarje të regjistruar në vitin 1999, ku Andon dhe Nikosina vranë me sende të forta një shqiptar dhe plagosën një tjetër pas një konflikti për ndarjen e fitimeve nga veprimtaria kriminale. Lokalizimi dhe arrestimi i 2 të shumë kërkuarve të cilët në vendin tonë përdornin identitet tjetër u bën në fshatin rreth Kal të Dibrës, fal koordinimit të Interpol Tirana me policinë italiane. Pas arrestimit të kushërive sina, autoritetet shqiptare dhe ato italiane kanë nisur procedurat për ekstradimin e tyre drejt vendit fqinj.
Në Vlorë ka nisur më herët këtë vit prenotimet për sezonin veror. Menaxherët e hoteleve deklarojnë se turistët e huaj janë të interesuar jo vetëm për detin, por edhe për historinë e qytetit. Ndryshe nga vite më parë, Vlora po tërheq vizitor për gjatë gjithë vitit. Operatorët turistik thonë se në këtë periudhë ka një rritje të vizitorëve me 15% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ajo që po vije të re është se edhe rezervimet për muajin korrik dhe gusht ka nisur më herët. Turistët e huaj kryesisht nga Europa ndahen në dy grupe, ata që duan vetëm të pushojnë në plazh dhe ata që zgjedhin paketat e tureve turistike për të vizituar edhe qytetin dhe monumentet e tjera kulturore dhe historike. Nga 15 prilli deri në fund të majit ka një rritje me 15%. Grupet më të mëdha nga ato turistët që zgjedhin që të vizitojnë vendin tonë të gjithë shtrinë e tij, të njohin pak nga tradita, pak nga kultura, por gjithashtu edhe degustimin e ushqimit. Duke parë fluksin e turistëve dhe kërkesën e lartë të tyre, operatorët turistik kanë zgjeruar kapacitetet e akomodimit. Janë futur në dispozicion dhe shtëpitë me Airbnb, duke filluar që të funksionojnë jo vetëm qendrat e zgjuara të qytetit, por kanë filluar të shesin edhe lagjet. Mendoj që ndikim të lartë do të ketë dhe hapja e aeroportit, dhe që ka bërë që turistat të stimulohen edhe të sigurojnë struktura të komoduese pa filluar akoma sezoni. Vija bregdetare e Vlorës me plazhe me rër, gjire të izoluara, ujë kristal, të cilësuar nga tuajt si Karajibet shqiptare, ofron një paketë plot turistike për vizitorët. Në mediat gjermane vijon jehona e vendit të nderit që Shqipëria zuri në panairin e turizmit në Berlin. Focus Online shkruan se vendi ynë mund të bëhet një magnet i turizmit të Europës. Vendi i nderit i Shqipërisë në panairin e turizmit në Berlin vijon të tërheqë vëmendjen e mediave kryesore gjermane. Është Focus Online që thotë se Shqipëria impresionoi vizitorët e këtij panairi me diversitetin e saj. Në shkrim thuhet se dikur Shqipëria ishte një vend thuajse i parëndësishëm në skenën gjeopolitike, por tashmë është pozicionuar si kandidate serioze për në Bashkimin Evropian. Shkrimi citon studiuesin gjerman Thomas Dryen, që thotë se vendi ynë mund të bëhet magnet i turizmit evropian. Sipas tij, bashkë me konsolidimin politik, Shqipëria ka pësuar një zhvillim të jashtëzakonshëm ekonomik, theksi vihet tek vëmendja që i është kushtuar zhvillimit të infrastrukturës, turizmit dhe sektorit të energjisë rinovueshme. Në analizën e gjatë të medias gjermane nënvizohen se krahas turizmit klasik të plazhit dhe atij kulturor, Shqipëria po tërheq vizitorë edhe për ekoturizmin me peizazhet e pacënuara në Alpe dhe lagunat bregdetare. Të tjerë sektor që po tërheqin vizitorës dhe turizmi aventurës, por edhe ai shëndetësor përmes zhvillimit të banjave termale. Media gjermane vlerëson gastronominë, por edhe mikpritjen e banorëve vendas. Presidenti rus Vladimir Putin thotë se do t'ua kursejë jetën ushtarëve ukrainas që kanë pushtuar territoren në Kursk nëse ata dorëzojnë armët. Kreu i Kremlinit e bëri deklaratën pas thirrjes së Donald Trumpit që jeta e ushtarëve ukrainas të kursehet. Vladimir Putin pranon thirrjen e Donald Trumpit për të shmangur atë që sipas tij do të ishte një masakër e tmerrshme në Kursk. Në një mbledhje virtuale të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, shefi i Kremlinit u bëri thirrje ushtarëve ukrainas që ende ndodhen në rajonin rus të Kurskut të dorëzohen që rusët të kursejnë atyre jetën. Ushtarët ukrainas kanë kryer krime kundër civilëve rusë në zonat që kanë sulmuar. Këto veprime prokurori i përgjithshëm i Federatës së Ruse do t'i trajtojë si terrorizëm, por nisur nga thirrja e presidentit Trump që të merret parasysh ana humane, u kërkoi atyre të ulin armët, të dorëzohen dhe jeta e tyre do të garantohet. Presidenti amerikan Donald Trump shkroi në rrjetin e tij Social Truth se mijëra ushtarë ukrainas janë rrethuar në Kursk, ku ushtria ruse po kryen një operacion të ashpër për rrimarrjen e kontrollit të territoreve të pushtuara që prej gushtit të vitit kaluar. Megjithatë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mohoi se trupat e tij janë në ndrethim. Ndërkaq kryeministri britanik Keir Starmer po zhvillon këtë të shtunë një samit virtual me 25 vende partnere si Franca dhe shtetet e tjera europiane, liderët e Unionit, NATO-s dhe Kanadas. Në fokus është dërgimi i trupave paqëruetës të aleancës në Ukrainë për të mbikëqyrur një marrëveshje të me armëpushimi që megjithatë refuzohet kategorikisht nga Moska. Ekzekutohet udhëheqësi i Shtetit Islamik, organizatës terroriste në Siri dhe Irak, gjatë një operacioni të përbashkët të forcave amerikane në bashkëpunim me ato irakiane. Presidenti amerikan Donald Trump përgëzoi për këtë operacion edhe palën irakiane, duke thënë se u krye mbi parimin paqe përmes fuqisë.
Kreu i Shtetit Islamik në Irak dhe Siri u ekzekutua në një operacion të përbashkët që u zhvillua nga anëtarët e shërbimit të inteligjencës kombëtare irakene së bashku me forcat amerikane. Abdallah Maki Musli Al-Rifa, i njohur gjithashtu si Abu Gadia, u konsiderua nga kryeministri iraken një nga terroristët më të rrezikshëm në vend dhe në botë. Detajet e operacionit në Irak janë përshkruar nga Komanda Qendrore e SHBA, e cila tha në X se kishte kryer një sulm ajror preciz në provincën Al-Anbar. Edhe presidenti amerikan Donald Trump reagoi për vrasjen e tij në një postim në platformën e tij të mediave sociale Truth Social. Jetës së tij u dha fund së bashku me një anëtar tjetër të Shtetit Islamik në koordinim me qeverinë irakene dhe qeverinë rajonale kurde, paqe përmes fuqisë. Operacioni vjen në një kohë kur zyrtarët irakenë janë të shqetësuar për një ringjallje të Shtetit Islamik pas rënies së ish presidentit sirian Bashar al-Assad në Siri. Federata Shqiptare e Futbollit bëri publike listën e futbollistëve që trajneri Silvinjo do të grumbullojë për kualifikueset e botrorit, ku bie në sy edhe thirrja për herë të parë e Brutit dhe Shehut. Në listë ka shumë mungesa për shkak të dëmtimeve, por Silvinjo thotë se ëndra është kualifikimi në botror. Etnik Bruti dhe Julian Shehu janë dy futbollistët që do të veshin për herë të parë fanelën kuqezi. Të dy mesfushor, Bruti i Malishevës në kampionatin e Kosovës dhe Shehu i Vigjev Lodz në kampionatin polak kanë fituar besimin e stafit teknik. Por të paktën për ndeshjet e marsit ndaj Anglisë dhe Andoras do të ketë disa mungesa të rëndësishme. Trajneri Silvinjo shpjegoi arsyet në konferencën e parë për shtyp. Me probleme në muskuj në rrës të kofshës janë Daku dhe Mitaj. Mbrojtësi do të operohet. Keti Bare është i dëmtuar në pulp. Melcejt Hysain kanë komunikuar vetë dhe mund të jetë i gatshëm për të rikthyer pas pauzës së kombëtares për të trajnuar me ekipin e tij. Me gjithë këto mungesa, përballë një kundërshtari mjaft të fortë si Anglia, Silvinjo nuk e fsheh që është në vështirësi. Sa i përket Anglisë, jam dakord, është ndër më të fortat në botë, ka lojtar shumë të fortë. Ne duhet të punojmë shumë, më shqetësojnë të dy ndeshjet. Duhet të punojmë dhe të përgatisim shumë mirë ndeshjet sepse janë të ndryshme. Silvinjo argumentoi edhe mungesat e tjera si Seferi apo Anis Mehmeti. Kombëtarja ka nevojë për të gjithë. Kombëtarja është e hapur. Duhet të mendojmë në mënyrë strategjike sa i përket ndeshjeve. Pas 2 vitesh me kombëtaren shqiptare, çfarë ndryshimesh mund të bëjë braziliani dhe stafi i tij për të arritur kualifikimin për në botror? Sigurisht që do të bëjmë ndryshime të rëndësishme, stimuj të tjerë, më shumë në fokusin e përqendrimit dhe në aspektin teknik apo taktik, por gjithmonë duke mos humbur ekuilibrin e skuadrës, sepse ai është i rëndësishëm. Pas ndeshjeve të kampionateve këtë fundjavë, kombëtarja do të nisë zyrtarisht përgatitje të hënën në shtëpinë e futbollit. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.